përgëzime dhe një njohje gjithë trupave të policisë shtetit që u angazhuan në operacionin më të rëndësishëm, më të rrezikshëm dhe më masiv policor të kryer në tërë këto vite në uniformat blu. Shqipëria dhe shqiptarët që duan Shqipërinë dhe aspirojnë një jetë më të mirë për familjet dhe fëmijët e tyre, janë sot mirënjohës policisë së rilindur të shtetit. Për 5 ditë me radhë, pa vënë gjumë në sy, dhe në kushte klimaterike jo gjithnjë të favorshme, policia e shtetit e shkatërroi tabun 20 vjeçare të një zone që krimi e kishte vetë shpallur Republikë në vete dhe e kishte kthyer në një njollë turpi për Republikën e Shqipërisë. Sot, pas 5 ditësh luftë me një hordhi kriminalësh të rritur në prerin e politikës dhe të lidhur ngushtë me pushtetin e drejtëshëm, ajo Republika e turpit politik dhe shtetëror nuk ekziston më. Dhe Lazarati është thjesht një fshat i Shqipërisë si mijëra të tjerë. Sot, pas 5 ditësh e netësh, në ankthin e madh përballjes parë reale të shtetit me kriminalët në atë zonë të pushtuar për 20 vjet rresht në krimi, qytetarët e ndershëm të Zaratit dhe familjet e tyre nuk janë më pengjet e një martese të shpifur dhe të së zgjatur të krimit me politikën. Sot, edhe mbar bota që deri para 5 ditësh e tregonte me gishtin e përqeshjes Shqipërinë si një vend mes të Evropës, kur lulëzonte një republikë më vete droge dhe paraje të zezë, e shikon Shqipërinë tonë në një sy krejt tjetër. Falë atyre qindra njerëzve në uniformën blu që i kthyen Shqipërisë dinjitetin në sytë e botës. Po edhe falë një populli të tërë që gjatë gjithë këtyre ditëve i mbështeti, duke i dhënë kurajo dhe duke i bërë të ndjehen ata që në fakt janë njerëzit e policisë, njerëzit e popullit të tyre, mbrojtësit e popullit të tyre, zëdhënësit e aspiratës së popullit të tyre për të vënë të gjithë njësoj përpara ligjit. Ky operacion që ndan përfundimisht një kapitull të gjatë rënimi dhe mjerimit të policisë shtetit, nga kapitulli i ri, padyshim i vështirë, po tani më i hapur plotësisht i rilindjes së policisë shtetit, nuk kushtoi as edhe një pikë gjaku. Edhe nëse padrejtia e këtyre ditëve do të kishte shkaktuar viktima, prapse profesionalizmi në hartimin, drejtimin dhe realizimin e operacionit nuk do të mund të vijë në diskutim me këtë rezultat spektakolar që fatkeqësisht nuk mund ta shohin vetëm ata që nuk duan ta shohin, nuk kanë faj se kanë arsye për të mbyllur syt e për të mos parë atë që sot u duket fatkeqësisht si një gjë e madhe. Policia ishte e përgatitur për të mos u kthyer nga Lazarati pa fitoren e shtetit mbi krimin. Si do të ishte çmimi që duhet paguar për të dhënë fund atij turpi me kosto të pallogaritshme për një vend dhe një popull të tërë për vite me radhë. Por fakti që shpartallimi i hordhisë kriminale pas 5 ditësh rëndes në plumba u arrit pas një pikë gjaku është dëshmia më kuptimplotë e faktit se policia e shtetit është rikthyer tani më plotësisht në krye të detyrës, musi që ishim zotuar brenda 300-shit parë të qeverisjes me profesionalizëm, integritet dhe përkushtimin më të plot. Kjo është një arritje e jashtëzakonshme, po sigurisht unë vazhdoj të besoj dhe të them se ky është vetë fillimi. Dhe për këtë fillim tani më plotësisht të mbarë, përmes shumë peripecish,
përmes plot suksesesh, por dhe momentesh të vështira, edhe momentesh të padëshiruara, unë dua të shpreh këtu bindjen time të rikonfirmuar se sot ky vend ka ministër brendshëm që prej kohësh i ka munguar dhe që pas më të voni ndyshim po udhëheq një transformim rrënjësor në policinë e shtetit dhe në marrëdhëniet mes policisë së shtetit dhe ligjit, mes policisë së shtetit dhe publikut, mes policisë së shtetit dhe vetë misionit të çdo policisë së shtetit. Mirënjohje, falënderim dhe vlerësim superlativ sot për ministrin e brendshëm. E po njësoj për drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe për të gjithë drejtuesit e lartë të policisë që u përfshin në vetë parë, pa kursim dhe pa asnjë lëkundje në këtë operacion që për shumë kënd ishte i pamundur dhe të cilin shumë kusht tjetër e konsideronte test. Nga ana tjetër, i shpreh respektin dhe pas më vëri ndyshim edhe angazhimin e plot të gjithë banorëve Lazarat për të krijuar kushtet që jeta e tyre të normalizohet dhe që ai fshat që sot është njësoj si të tjerët të bëhet si të tjerët edhe përsa i takon mundësive që duhet të krijohen familjeve, që duhet të krijohen atyre që duan të jetojnë me punë të dëshme, që duhet të krijohen fëmijëve të tyre për të jetuar në shtëpitë e të parëve të tyre. Falënderim dhe mirënjohje të madhe për publikun dhe posaçërisht për të gjithë ata, veçanërisht shumë të reja dhe të rinj, që u angazhuan me entuziazëm përmes rrjeteve sociale për ta mbështetur fuqimisht policinë që duam. Policia që duam dha shenjën e parë të fortë dhe të sigurt që është në rrugën e duhur. Por rruga është ende e gjatë. Rruga ka ende plot vështirësi përpara dhe rruga ka ende plot sfida. Sigurisht sot nuk është dita për të marrë me të gjitha, nuk është dita për të marrë me Lazaratin tjetër, me Lazaratin e shtrirë në të katër anët e vendit përmes sistemit gjyqësor dhe falë prokurorësh dhe gjykatësish që nuk kanë asgjë të përbashkët as me misionin dhe as me aspiratën e shkruar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë nga një popull i tërë që nuk e përmbysi diktaturën komuniste për të rënë viktimë e diktaturës së korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Unë duhet ndalem këtu, duke e mbyllur aty ku është dhe tema e këtij komunikimi, me një thirrje të fortë dhe të qartë për prokurorin e përgjithshëm të Republikës që të angazhojë veten e tij dhe gjithë forcat e shëndetshme rreth tij për të shkuar deri në fund fazës 2 të këtij operacioni, që është zbardhja dhe ndëshkimi për çdo provë të zbardhur i gjithë sa veprimtarie shumëqare kriminale deri në sekuestrimin e qindarkës së fundit të gjithë pasurive dhe parave të zeza që janë akumuluar në kurriz të njerëzve të thjeshtë të kthyer në sklever dhe në kurriz të një Shqipërie të tërë nga këta kriminal që duhet marrin atë që meritojnë. Faleminderit. 2 pyetje vetëm.
Profesor, Lëvizja Socialiste për Integrim. Këto kanë qenë ditë me shumë tymë dhe unë kam qenë i përgjendruar tek tymi i Republikës më vete që nuk ekziston më. Pjesën tjetër të tymit ja u kam lënë ju se ju më do jetoni. Zoti Rama, a ka një plan qeveria për ta vazhduar më tej çështjen e komunikimit me Lazaratin? Kam parasysh faktin se Lazarati edhe nëpërmjet analistëve dhe komentatorëve është konsideruar në një fazë shoku për momentin, flas për pjesën e banorëve. Kur do të keni gati ju një plan që të mund ta bëni publik për ta nxjerrë Lazaratin në një komunikim normal dhe me veten dhe me banorët dhe me jetesën social-ekonomike të tyre? Unë nuk e di se çandazhët tonë ata që e kanë konsideruar këtë një fazë shoku. Unë besoj që kjo është dita për të thënë, nëse i shkojmë gjithë krahasim, se ky është shoku i rilindjes së Lazaratit. Pas një agonie 20 vjeçare në tymin e marijuanës dhe në ktheprat e krimit që shtrëngonin përfyti gra e burra deri dhe të mitur, familje të tëra shqiptarësh që për shkak të atyre ktheprave jetonin asfiksi plot. Sigurisht që, siç e thash, ne do të bëjmë gjithçka na takon për të lehtësuar këtë proces adoptimi të atij komuniteti me kushtet normale të jetës së çdo fshati shqiptar.